Betejë e Bedrit, kur besimi triumfoi mbi numrat. Viti 624, viti i dytë pas hixheretit të profetit Muhammed a.s. në Medinë. Në shkretëtirën e Bedrit, rreth 130 kilometra në jugperëndim të Medinës, do të zhvillohej një nga betejat më vendimtare në historinë islame. Beteja e Bedrit. Në njërin anë, rreth 313 muslimanë, shumica papajisje të plota lufte, me vetëm 2 kuaj dhe rreth 70 deve që i ndanin mes tyre. Në anën tjetër, afërsisht 1000 luftëtar Kurejsh nga Meka, të armatosur mirë, me rreth 100 kuaj dhe 600 parzmore. Diferenca ishte e qartë. Numrat nuk ishin në anën e muslimanëve. Si filloi konflikti? Pas emigrimit në Medinë, muslimanët kishin lënë pasuritë e tyre në Mekë të konfiskuara nga Kurejshët. Një karvan i madh tregtar i Mekës, i udhëhequr nga Ebu Sufjani, po kthehej nga Siria. Muslimanët synuan ta ndalonin atë karvan si kompensim për padrejtësitë e pësuara. Por karvani shpëtoi. Ebu Sufjani kërkoi ndihmë nga Meka dhe një ushtri e madhe u nis për përballje. Tani nuk bëhej më fjalë për një karvan, por për luftë të hapur. Profeti Muhammed a.s. u konsultua me shokët e tij. Edhe pse fillimisht nuk kishin dalë për betejë të madhe, sahabët shprehen gatishmëri të plotë për ta mbrojtur Islamin. Si u zhvillua beteja? Beteja filloi më 17 Ramazan të vitit të dytë Hixhri. Sipas traditës arabe, lufta nisi me 2 luftime. 3 prej prijësve më të fortë të Mekës dolën për përballje. Nga ana e muslimanëve dolën Hamza ibn Abdul Muttalib, Ali ibn Abi Talib dhe Ubejde ibn El Harith. Në këto përballje të para, muslimanët fituan e përsi morale. Pastaj filloi përplasja e ngjashme. Para betejës, profeti a.s. u lut gjatë natës me përulësi të thellë, duke kërkuar ndihmën e Allahut. O Allah, nëse ky grup vritet, nuk do të ketë më njeri që të adhurojë në tokë. Kurani përmend këtë moment në suren El Anfal, duke deklaruar se Allahu i përforcoi besimtarët me njëra me lajk, engjëj. Përkujtoni kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj, e ai u është përgjigjur. Unë do t'ju ndihmoj me 1000 engjëj që vinë një pas një, grup pas grupi. Surja Anfal 9. Si erdhi ndihma e Allahut? Sipas transmetimeve, ndihma hyjnore erdhi në disa forma. Forcimi i zemrave të besimtarëve, duke larguar frikën. Frikë e papritur në zemrat e mushrikëve, dërgimi me lajkëve për të ndihmuar në betejë. Ndihmë që nuk ishte e dukshme për shumicën e njerëzve, por që la pasoja reale në fushën e betejës. Disa sahabë transmetuan se dëgjonin zhurmë mbi kokat e tyre dhe shihnin armiq që binin papritur. Por thelbi i ndihmës ishte shpirtëror, një forcë e brendshme që të i kaloi logjikën e numrave. Kurani thekson: ju nuk i vrat ata, por Allahu i vrau. Surja Anfal 17. Kjo nuk do të thotë se muslimanët nuk luftuan, por se fitoria nuk ishte rezultat vetëm i forcës së tyre fizike. Sa veta u vran. Beteja përfundoi me një fitore të qartë për muslimanët. 70 mushrik u vrarën, 70 të tjerë u zunë robër, përfshirë disa nga udhëheqësit më të ashpër kundër Islamit, si Ebu Xehli. Nga ana e muslimanëve, ranë 14 dëshmorë, shahid. Përballë diferencës numerike, kjo ishte një humbje tronditse për Mekën dhe një ngritje morale jashtëzakonshme për Medinën. Pse fituan muslimanët? Historikisht dhe ushtarakisht, disa faktorë ishin vendimtar. 1. Pozicioni strategjik. Muslimanët e zunë burimet e ujit në Bedër. 2. Uniteti dhe disiplinimi. Ata vepruan si një trup i vetëm. 3. Motivimi i lartë shpirtëror. Ata besonin se mbronin të vërtetën. 4. Leadershipi i profetit a.s. Vendimet e tij strategjike dhe morale ishin kyçe. Nga perspektiva fetare, mbi të gjitha qëndronte ndihma e Allahut, e cila erdhi kur besimtarët treguan sinqeritet dhe mbështetje të plotë tek ai. Beteja e Bedrit nuk ishte thjesht një përplasje ushtarake, ishte një pikë kthese. Ajo ndryshoi balancën e fuqisë në gadishullin arabik, forcoi pozitën e muslimanëve në Medinë dhe mbeti simboli një parimi që përsëritet në Kur'an. Sa herë një grup i vogël, me lejen e Allahut, ka mposhtur një grup të madh.
Surja El Bekare 249. Bedri mbetet një kujtes se, sipas besimit islam, fitoria nuk matet vetëm me numra, por me besim, përkushtim dhe mbështetje hyjnore.